përveç shoqni kështu që ki me Rozin, a ke edhe me ndonjë koleget, kështu, a ke ndonjë koleget që të shkon muhabeti në Kosovë? Tu nga estrada. Në Kosovë kam shumë artist që, dhe me thënë, dhe shumë artist edhe jo vetëm nga fusha e muzikës, që kam marrëdhënie të mira, që kam bërë edhe bashkëpunime, si Besnikun, Lyrical Sun, artistë të tjerë, Valdrini, që është krijues shumë i mirë, që kemi miqësi të hershme, por jeta na ka ndarë së fundmi. Do me thënë, ka plot artistë, se s'po mbinë gjithë tani. Falë, Robert, se kur bëjmë edhe i dhënon, po, pas e s'qysh po, tash s'qysh për mene, po. Mahmud Ferati, na s'ke pas, jo, Mahmud s'ka po. Mahmud s'ka për men besa. Pres pak. Po, pres. Nuk po du me anashkallu me lonë o anash Eurovisionin. Po. Ta man puna. Më është me kalzu qëfar ndjenjë është me përfaqësu Shqipërinë në Eurovision dhe qëka me ndonë për Eurovisionin? Ndjenja është terror. Pse? Shtira? Jo, ideja është që sigurisht përgjegjësia është shumë e madhe, edhe ti mendon vetëm që duhet bëj gjithë shka në mënyrën më perfekte që mundem, sidomos para se me dalë në sken. Robert është ajo ndjesia që, do të thënë, një gabim mund të bësh edhe kanë me të bëj ekspuls. Shumë letë më në shmedhi, po të thëmë. Nëse kumë përjetu Eurovisionin, kumë përjetu festivalin shqiptar, dhe me thonë prej aty, fitohet veni parë dhe shkot në Eurovision. Të në ata njerëz, bendi madhë, këto bendi klasik. Skena gjigante. Jo gjigante. Po e ki veç ato, s'ki aty monitoringe, që shemi mësu, na bëj muzik live, se kemi problem ka 3-4 orë. Pa aty një gabim, e leti mu në Eurovision. Kështu që... është të meshme. Kurse eksperienca në tërësi është një eksperiencë shumë e bukur, por mendoj se çdo artist që e përjeton, që mund të vi nga Shqipëria dhe shpresoj edhe shumë nga Kosova së shpejti, sepse mendoj që Kosova shumë shpejt do jetë pjesë e Eurovisionit. Po, është e sigurt, mendoj unë, dhe mendoj që nuk po kanë ndoshta, përjetojnë shumë stres, sepse puna është e madhe që ti duhet bësh, po entouragji, ndihma, do të thënë asistenca, nuk është e mjaftueshme për një event aq të madh. Kështu që besoj që të gjithë e përjetojnë me një farë stresi që përpiqen thjesht bëjnë maksimumin, se dhe koha është shumë e ngushtë për deadline-et, materialet e tjerë dhe në një farë mënyrë vetëm pasi mbaron, je që fillon shijon ato që ke jetu. Sepse gjatë kohës është e çuditshme, nuk ka shumë kohë që të shijosh momentin, është presion. E çfarë ndjenjë është me qenë në juri të The Voice? Në fakt ajo ka qenë një nga eksperiencat më të bukura, ndoshta nga që unë jam shumë e apasionuar pas talenteve të reja.